vajza e Axhës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më mirë thonë edhe nga ana tjetër motra e Aliut radhiyallahu anhu, i thotë ja Rasulullah, kërkoj prej teje të ndërmjetësoj, ti marrë nën besën teme, nën mbrojtjen teme, dy familjar të burit tim, pasi që Mekja çlirohet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastrohet dhe fal namazin e çlirimit, që kështu njihet në historinë islame, salatul fath, namazin e çlirimit, që e fal 8 rekate, 2 nga 2, e që më pas Ummu Hani, vajza e Axhës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më mirë thonë edhe nga ana tjetër motra e Aliut radhiyallahu anhu, i thotë ja Rasulullah, kërkoj prej teje të ndërmjetësoj, ti marrë nën besën teme, nën mbrojtjen teme, dy familjar të burit tim. Kjo tregon rëndësinë dhe rolin e familjes së burit tek muslimanët. Me kuptu rolin dhe rëndësinë e familjes burit. Çdo gru, çdo besimtare, me kuptu një realitet tillë. Mekja ka pas plot njerëzit tjerë, por kjo me autoritetin e saj që ka pas, si vajza e Axhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si një familjare e afërt e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ka shfrytzuar autoritetin e saj për familjen e burit të saj. Nuk i tha se kam kurrxho familjen e burit. Shumë ka dallim me thonë se kam kurrxho familjen e burit, dhe shumë ka dallim me thonë se kam sos gjakjem familje e burit. Është e vërtetë se e ka për një familje tjetër. Këtë po e tham nga se kohëve të fundit, po përzihet sheriati me edebin, me terbijen. E disa nuse të reja, duke dashur mi hik përgjegjësisë dhe roli që duhet me bartë ata, përdorin terme sheriatike që me i hik përgjegjësive të veta. E thonë familjen e burit se kemi gjak, se kemi në obligim me i bo sajgi familjes burit që se kemi gjak, se kemi në obligim me i bo respekt vjerit, e kunatit, e filonit, e alanit, se si kemi asgjo ato. Si ke asgjo me gjak, është e vërtet. Ama edhe burjot se ka asgjo me gjak babën tantë. Po i thot babgjesh dhe i bën respekt. E as vllajnë e asaj, e as mikun vllajnë e grus se ka kur gjo me gjak, po kur vjen ja ban darkon deri në gjumë, që themi na shkupjanqë. Dhe nëse buri dhe gruja më mirë thonë, duhen me zvete, ato atëria kësaj dashurie du të respektojnë edhe familjet e njëri tjetër. E nëse një gru hakikat e don burin e vetë, e respektojnë edhe vjerin e vetë. Nëse hakikat e don burin e vetë, e respektojnë edhe vjerin e vetë. E nëse hakikat ka vendos më ardhë me jetu me një familje, ajo ka ardhë nuse. S'ka marrë nuse ajo. Se disa tri në zamanin tonë kina nisë sa me marrë nuse i nga të dhonë djemë. Shkone ka nga tjetër, dele dhe me aron familjen e vetë. Kjo dallash është. Na hanedan kina marrë nuse, s'është rendi me dhonë djemë. Djali nuk shkon nuse. Nusja vjen nuse, ne ta kuptojnë këtë rritë. Ani do të ri prej gabimeve të mdhaja që ndodhë edhe emrat i ndrojnë maj si fejon. E shkru në emrin e vetë, emrin e nusës vetë, masonin bje emrin e vetë. Thu se kjo është gjalliksaj. Se njeri e shkru në Muharrem i bën Rushdi Ismail. Kështu është regull në shëriat. Muharremi i biri Rushdijës i familjes Ismaili. Jo kime shkru Muharremi i biri i filonës i familjes filan. Me të vërtet të janë shumë momente prekse dhe që të neve du të me reflektu Ummu Hanin që këtë të lovi, halo gjendje lufte ka në Mekë, henës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kam i shpa fletarestet e veta për njerëzit
që janë të kërkuar të gjallës e të vdekun, për mi vra, ku t'i gjeni, thot vritni, 9 veta, e nësë do shpallën, flet arestet. Muhani shfrytëzon këtë rast me ndërmirësu për familjen e burrit të saj. Me kuptu se një gru kur vjen nuset e një familje, ajo ka me jetu ma aty, ajo është bo pjesë atymve ma, nuk është jaban gjike aty. Dhe familja e saj është familje ku ka ardhë. Dhe lidhet ma atë familje. Vallahi një dit, me një mezhlis jam habit, ku kam ri dhe regja jonë, që përmendën një rast ku një babë në ditën që ka përcjell nuse bijen e tij, i ka thonë bijes vetë, maj se kanë hip vetur nuse e din e të në adejtët si është, i është afru bijes vetë në vetur, ka thonë qikës vetë, që e du lakin pak? Këshire babën si? Po baba, që është të kajtë të mërzita e ngrata si, o të shku ma nuse, këshire këtë shpije? Ma mu së më ki babë, kjo shpi nuk është ma e jotja. Baba jotë është filoni, shpia jotë është kuj të shku të burjat. Këtu ma haroj se këthesh. Ajdo dhe marë të kofti ka tha. Ha? U dhe marë të kofti ka thonë bjenjë. Respektoje vjerin tëndë, respektoje burin tëndë. Jo mi thonën, këshire baba, kush të aprish, këtu ja mune, ti ketë vën shkelma, ti të une më njëra. Për qatë nejnat, masërin vima në kohimi, i ka fajt dhondër, i ka fajt vjera, i ka fajt filoni, jo me fajt tiki, jo burë. Tiki fajt. Pse është prish reni i burnis, është prish reni i islamit, është prish reni i edebit, tërbijës. Kush i flet bijës vetë për vlerën e vjerit, për vlerën e vjerës, për respektin. Andaj trejat nuk din as vjerë, as konat, as vjerë, as konat me respektu. Pse se ndin vetën se janë familjet vetë, dhe gjitha ta si bëjmë për 5 pare. Sinqerisht, nëse dikush e shes se gabim jam këto, se diku janë dëgjova një zonë, mirë është të më replikoje. Bashkë du me ditë nëse jam gabim. Adim me shumë zemërgjërsi, ka me thonë, ma banë Allah, vallahi se unë jam gabim. Se din, do shto unë i kam do meselet vjetra, i kam starovremski me ato gjallartë, pletë që i kom mësu, do shta jam demode, jam mod 1982, jam kupta. Ka mundësi, s'jam eni, s'jam online, s'jam në reda, s'jam bo update. Se gjitha këto lëshime reflektojnë pastaj në shoqërinë tonë. Disa herë këshira komentin e kësaj, kush është Hamawain? Qysh mundet kjo grunë, këtë të lovin, këtë gjendje luftarake, me i dhonë për parësi familjes burit saj? Qka e shtimi? Ajo ka pas edhe familjar tjerë. Ka pas edhe familjar tjerë në Mekë, për cilët ka mujt me ndërmjetësu për ata. Kjo ndërmjetësoj të Muhamedi s.a.s. për familjen e burit saj. Ai bashkë merë qudi, e kum lexu ndoshta edhe më herët këtë rast të këtë ndodhi, se ne kum kap këtë moment dhe këtë realitet që Muhani radiallahu anha ndërmjetëson për familjen e burit saj. Të shpesh do gjera na duke dash me mshef epshin ton, i mshefim mas islamit. Shumë ka dalim me pas obligim, diçka shumë ka dalim me pas insanlëk, me pas muslimanlëk për diçka. Këtë për thamë veçanti për të rritë që marton e nuk e kuptojnë realitetin e familjes së burit. Po edhe burat se kuptojnë realitetin e organizimit të jetës bashkëshortore dhe familjare. Me ullë, mu marrë vesh me atë domaqinkën e vetë, me thonë, pisot, kjo është shpia jote, kjo është familja jote, na jemi pisot gjakjot, na jemi pisot namuzi jote. Sot namuzi jote është pragi jemë.
Ma shkele pragin dallash ti ose dikush tjetër e ki shkel namuzin të. Nuk ka më të baba jote. Je pjesë e jona e jemi pjesë e jote.